me ramjen e kalifatit dhe sultanit të fundit, Wahiduddin Khan, 1924, dëgjoni tash përpjekja e faktorit musliman dhe konkret e Kongresit Islam në përpjekje për ta sjell paqen edhe një herë. Mas luftës së parë botërore, në vitin 1924, fill atë vit, organizohet Kongresi Islam i quajtur Kongresi i Haqit. Në vitin 1926, Kongresi për kalifat në Kairo, me kandidat të vetmin mbretin Fuad, i cili është shqiptar, keni kujdes, mbreti i Egjiptit. Në Kongresin në 1926, në Kairo, ku hulumtimet dhe punimet kanë qenë ekskluziv për kandidat, dhe kalifat ka qenë mbreti shqiptar, sa shërri. Në të njëjtin vit, në vitin 1926, në qershor tash, Kongresi Islam në Mekke, përpjekja e muslimanëve për të rivendosur paqen pas luftës së dytë botërore, me mendimin shumë të ngritur se paqja u prish me ramjen e kalifatit. Muslimanët mendonin se me kthimin e kalifatit kthehet paqja, bani përpjekje. Në vitin 1936, Kongresi Islam në Zhenevë. Në 1938, në Tokyo të Japonit, mas luftës së parë dhe para luftës së dytë, këto ishin. Ndërsa përpjekjet e Kongresit Islam, mas luftës së dytë botërore, ishte Kongresi në Ribat të Libijës në vitin 1969 dhe Kongresi në Lahore të Pakistanit në vitin 1974. Dhe shumë të tjera që janë në fokus dhe në funksion të rikthimit të paqes dhe stabilitetit në rajon. Nuk e don, është e vërtetë. Nuk mundëm, është e vërtetë. Ama mos më thuaj se nuk je qenë një paqësor. Të lutem, as mos më thuaj se nuk je integruar. Se këto tema i kemi të kaluara. Absolut, Muhammed Krejma në librin e tij i numëron, domethënë, paqja dhe stabiliteti dhe parakushtet e saja. Islami e ofron, e inkurajon dhe e mbështet paqen, e cila është bazuar në drejtësi, kështu në universalitet ta kuptoni. Dhe nëse atje shkelën parimet, ta mërmenja që nuk ka paqe. Mirë po, këto i kanë vërejtën, domethënë, edhe mbretërit edhe sultanët. Në vitin 1938, 1839, mbreti Mahmud i Diti, sultani Mahmud i Dit, e kanë nxjerrën dekretin e quajtur Tanzimat, si një instrument ligjor dhe një përpjekje për barazimin e qytetarëve në mbretëri që i ka pas, qofshin të krishterë, qifut dhe musliman. Se me po më thunë se ti si je paqësor, dhe në vizitën e fundit të kryeministri shqiptar që e bati në Izrael, publikisht dhe zyrtarisht, domethënë izraelitët e pranuan dhe na falënderuan për punën që e kemi bërë kur i kemi strehuar të krishterët, që futën. Ama të lutem mos më thuaj tash, çeti të shmit ti tash se si sa e paqësor dhe sa i zullumqtar. Pa ta tërmë me argumente. Në kohën kur në këtë qiell janë ndjek qenja e gjallë e njerit. Vetëm për faktin se është qifut. Është strehuar në shtetin islam shqiptar. Dhe i kemi strehuar, është e vërtet. Dhe bërë, puna ka i strehuajmë. Jo, ti si e paqësor. More zotëri. Te a përmen që a refren e ke këto, a jetu më ndushka flet. A mendo se dikush në dëgjon t'i shkitur. Në kohën kur janë ndjek, ne i kemi mbrojt. Po, ma mirë njohja dhe dëshmia po vjen tani. Është problem. Do thonë këto biseda, të cilët janë të rëndësisë së veçantë dhe kanë urgjencë për të trajtuar ndoshta në takime shumë të shpeshta dhe me gjuhë edhe më të theksuar, deri ta bindim muslimonin që të mos merakosës që shkruajnë të tjera, por ai ta shikon Kur'anin Kerim dhe sunetin e Muhamedit Mustafais, muslimanë shqiptarë dhe të tjerë. Me ndëgju Kur'an dhe me lexu Kur'an dhe sunet dhe librat e Muhamedit Mustafais, sa ndëgjojnë që po thojnë kritikët të tjerë, të cilët s'kan domethënë legitimitet me fol për Kur'anin, na ishmi me siguri dikun tjetër. Pra domethënë ne nuk e kthejmë bisedën që muslimani dhe islami është paqësor. Absolut ajo temë domethënë e mbaruar për ne. Ne prej këtu dojmë të hecim mesazhin të tjerë që ja bëjmë dije se kritikat të tilla
janë aprovuar, të më thonë, si tendencë, por nuk kanë kaluar në qenjën tonë. Edhe të shpinë, edhe më të mëdhoja, të diversitetit që ne i kemi atje, dhe në vendën e trojën tona, ne ku jam, ka shumë kisha dhe xhamia janë ballë për ballë. Që këtë kemi unë në Shqipëri, në Maqedoni, në Kosovë. Edhe dëshmia e filan priftit nga mali i zi para 5-6 muajve, kur tha se muslimanët otoman nuk kanë djeg politika të dhunës në përhapjen e mesazhit islam. Përkundrazi kanë djegën standardet të njohura sot ndërkombëtarisht. Argumentet për këtë është ekzistenca e jo. Alo, qenja e fejes tonë dhe kishat të cilët ekzistojnë, alo në ato troje. Pse ati të amenja që ato panë mujtë mu mbrojt prej perandorijës? Për jo, së shumë që mbrojt. Po se ka së mu. Nuk ka me nevoj me së mu. Më thonë edhe për që ta o merit, radiallahu ta'ala, nuk kur i kanë shliru Kutsit, Ubejtja, ato e kanë pranuar, në disfatër më ka thonë me një kusht, thërë o merit këtu, kja ja për qetët kalifit. Edhe e kanë thërë. Kur e kanë thonë qetët, ka thonë, bërën falin një direkat këtu në kish. O merit ka thonë, jo. Në shenjë të respektit të kishës, ka thonë se nesër më shofin ndjekësit, xhamatit, qytetarët, dhe mendojnë pastaj se bana di mi shfryzuar mi kishë përdorë të sapët. Dhe ka mbrojtë dhe më thonë autoritetin dhe dignitetin e saj. E tash po të kallëzojnë në luftët e krizatave, 70.000 muslimani kanë vrahën, kush e di kush është lufta e krizatave tash. Ati mos sparthejan shumë. Ato autorët, dhe më thonë që i interpretojnë të në për libra, kur ka ardhur nga Richard, komandanti i ushtrisë të krizatave, për me i në haremin e Kudusit me parë, hakaretin edhe betin, a be thotë se në hinke deri të haremi i xhamijas prej kokave të njerëzve, veshve, komve, durve, gjini, plesni, viran, me jahudi, me musliman, me kej gjaki, një javë, pa ndërpre, krishterët, dhe do krizatët, kanë vrapuan sokakave dhe rrugave në Jerusalem, me vrahën musliman dhe jahudi. Transmetimi është, nuk e mbaj përgjithësia. E dini se ka përgjithësi, mbaj përgjithësi, janë transmetime. Thot dhe grupi i fundit, shpirt, pa me kurdelis, janë strehuar në haremin e Davudit në Mihrab, se në muslim në islam, është ndaluar njëri me vrojt kish, në sinagogë, në xhami, kanë mbrojtje hinore, edhe muslimanët me këtë vetdije të Kur'anit Kerimit paqësor, janë strehuar në Mihrabin e Davudit. Ati thot, ishte venditarja, ku vritën shumë ulema, muhaditha, imama, mufesira, për faktin se në traditën islame ka qenë dietarët me rreth qendrave të njohura, Mekë, Medinë edhe në Kudus. Jo, ju se jeni paqësor. Pse se jeni paqësor? Keni bërë luftra. Sa luftra janë vrarë domethënë ishin vetë. Edhe ata domethënë të bëhen ferë. Në islam, në këtë periudhë që po them, vetëm një masakër ka ndodhur është e vërtetë. Edhe historia islame, të dhënat që i kemi ne, sot më ditë nuk është e qartë, çfarë rrethona ka ndodhur, ama ka ndodhur. Khalid ibn Velid ka bënë një masakër, i ka mirë 70 mushrik të një fisi. Pa leje, pa dije dhe pa urdhër të Muhammed Mustafajës, por kuntrazi. Resulullah ka pasur ligj kur i përcjell kushtrit, i ka thonë, mos vrit një gram, as plesh, as fëmijë, as kafsh, as pasuri, as mira materiale, as kisha, sinagoga, shkolla, spitalet, ku më shkon. Katilun alladhina yuqatiluna, po vallai Kur'an ka thonë. Vritni ata që të vrasin. Po shumë vrasë shkës vrasë që ke ata. Luftoja atë të cilit të lufton. Khalid ibn Velid për rrethona të panjohura, seriozisht është e panjohur, s'më di i vrajti. Kur mësoi Muhammed Mustafaja, paqja qoftë mbi të, e thirr realia tha jetu. Çfarë? Merë tha një grup mobilizor në shkollit e fisit, tha mi pagujtë ndam shpërlimet në vend, aty pra ti nuk ka as gjykat në Hagas në tonë ushatitet do me shpitare i qizime, hiq. Dhe i ka pagujtë, dhe transmitimet flasin. Thot, Alia, kërrën Allahu wajhahu, shkoj i pagujtë i kejtë, qka ka? Shpi, dritare, o gjak, ku ta di unë izolime në ato këtu? Thot, dhe enët, ose tasët, ku kanë hangër kafshët, edhe ku kanë pi, edhe ato i pagujtë i kritë. Ku ka pi qeni, ku ka pi lopa, uj, edhe ato i ka pagujtë, këtë mëroj, s'ka procedurë, e ka gabuar, maje. Qëtër rast nuk ka. Në historien e pastër të Muhammed Mustafajës. Këto qirtë, kur përvojshin masakre, këto në për Bosnjë, Kosovë, Maqedonia, në këtë kanë aty procedura, për shumë sigur ka thonë i Britanisë, ka thonë si doni mësë mi zhjetë probleme, më të fut janë në për procedura. Dhe pas ta jo mësë kam ditë, jo ke ka urdhëru. Jo e ka ditë, a e se ka ndalu, më në fund i pafajshëm. 10.000, 20.000 Srebrenicë në tonë këtonë, jo i pafajshëm.
Jo të na jo ti si pacor. Po kush është pacor? Edhe për shembull në prezencën e mediave ndërkombëtare i njëjti njësit që e ka zbatuar dhe aplikuar masakrën në Srebrenicë kur kanë ardhur Tomas Nikova i kanë dekoruar. Kjo është provokim. Absolut është provokim, durohet tash kush me duru. Po jo vallai Islami, jo ai, jo kive, leto më bëhet jo zotri. Wallahu yad'u ila dar salam, Allahu tharrat në paqë. Edhe ne jemi muslimanë dhe jemi paqësorë, është vërtet, edhe ne nuk e dojmë xhabdin. Absolut, as nuk e dojmë vrasjen e të gjithë njerëzore.